Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A do të ndaloje sheqerin për 30 ditë nëse do të ndryshonte trupin dhe mendjen tënde në mënyrë drastike, sepse ajo që ndodh në këto 4 javë nuk është vetëm humbje peshe, po flasim për transformim të plotë nga energjia që ndjen çdo mëngjes deri te mënyra si funksionon truri yt. Nëse je kurioz të dish çfarë ndodh me trupin tënd, ditë pas dite kur shmang sheqerin plotësisht, qëndro me mua sepse kjo video mund të të surprizoj. Subscribe nëse të pëlqen përmbajtje si kjo, sepse çfarë vjen më poshtë është realiteti që askush nuk të tregon për sheqerin. Java e parë, simptomat e para dhe shoku i trupit. Ditët e para janë më të vështira. Trupi yt sapo është privuar nga një substancë që ka krijuar varësi të ngjashme me atë të nikotinës apo kafeinës. Do të ndjesh lodhje të çuditshme, ndoshta edhe dhimbje koke, disa ndjej nervozizëm ose rënje të energjisë. Kjo është faza e tërheqjes. Trupi yt po përpiqet të kuptojë çfarë po ndodh. Por një gjë pozitive ndodh menjëherë. Niveli i insulinës fillon të stabilizohet. Trupi ndalon të prodhojë atë luhatje ekstreme të energjisë dhe pastaj rrëzimet që vijnë pas çdo ushqimi me sheqer. Gjithashtu, në fund të javës së parë mund të fillosh të flesh më mirë. Sheqeri ndikon në cilësinë e gjumit dhe kur largohet, truri nis të kalojë në faza më të qeta gjatë natës. Java e dytë, rritje energjie dhe përqendrim më i mirë. Këtu fillon ndryshimi real. Njerëzit raportojnë se ndihen më të kthjellët mendërisht. Mendja është më e fokusuar. Kjo nuk është rastësi. Sheqeri i tepërt nxit inflamacion në tru dhe ul funksionin kognitiv. Në aspektin fizik, shumë njerëz vërejnë fryrje më të vogël në bark dhe një ndjesi më të lehtë në trup. Trupi nuk është më i detyruar të ruajë ujë për të balancuar efektet e sheqerit dhe metabolizmi fillon të funksionojë më mirë. Niveli i energjisë stabilizohet gjatë ditës. Pa sheqer nuk ka më ngritje të shpejta dhe rënje të papritura. Mund të ndjesh që ke më shumë kontroll në humorin tënd dhe me sjellje ndaj ushqimit. Java e tretë, fillojnë ndryshimet e dukshme në trup. Këtu fillon pjesa që të motivon më shumë, shikimi i rezultateve. Nëse ke qenë i qëndrueshëm, peshorja mund të tregojë ulje me 2 deri në 4 kg në varësi të metabolizmit dhe aktivitetit fizik. Por më e rëndësishmja është që kjo nuk është vetëm humbje uji, po humbet yndyra abdominale sepse pa sheqer, trupi futet në mënyrën e djegjes së rezervave. Lëkura mund të fillojë të përmirësohet dukshëm. Aknet fillojnë të ulen, pushrat zhduken dhe lëkura bëhet më e pastër. Kjo ndodh sepse sheqeri është një nga shkaktarët kryesor të inflamacionit që shfaqen në formë të problemeve dermatologjike. Në këtë fazë, truri ka filluar të mësohet me mungesën e sheqerit. Kjo është pika ku kontrolli ndaj dëshirës për ushqime të ëmbla bëhet më i lehtë. Fillon të kuptosh që shumë dëshira ishin më shumë zakon se sa nevoja reale. Java e katërt, transformimi i plotë, trupi, truri dhe zakonet. Për shumë njerëz, java e katërt është si një kthesë e madhe. Trupi është përshtatur me burime energjie më të shëndetshme dhe sheqeri nuk shihet më si shpëtim i ditës. Rrahjet e zemrës janë më të qeta, tensioni i gjakut mund të jetë ulur dhe ndjesia e lodhjes së përgjithshme është zvogëluar. Sistemi i tretës funksionon më mirë, me më pak gazra dhe fryerje. Por ndryshimi më i madh është psikologjik. Fillon të kuptosh që je më i aftë të kontrollosh veten, dëshirat dhe impulset. Për shumë njerëz, kjo është hera e parë që ndihen realisht në kontroll të ushqimit që konsumojnë dhe të energjisë që ndjejnë çdo ditë. Disa raportojnë edhe rritje të vetbesimit, jo vetëm nga pamja fizike, por sepse arritja këtij qëllimi të jep ndjenjën e disiplinës së fortë personale. Pas 30 ditësh, çfarë ndodh më tej? Kur mbaron ky eksperiment 30 ditor, nuk është fundi, por fillimi i një mënyre të re jetese. Shumica nuk duan të kthehen më te stili i vjetër i të ngrënit. Disa rikthejnë sasi të vogla sheqeri natyral, si fruta ose mjalt, por janë shumë më të vetëdijshëm për efektet që ka sheqeri i shtuar. Ndalimi i sheqerit për 30 ditë nuk është vetëm një sfidë për trupin, është një sfidë për vetdijen, për zakonet, për përqendrimin dhe për vendosmërinë. Por shpërblimi që vjen në fund është më shumë se fizik. Është një ndjesi e re kontrolli dhe mirëqenjeje që do të shoqërojë gjatë gjithë jetës. Nëse ke menduar ta provosh, ndoshta ky është shenja që të duhet. Fillon me 30 ditë dhe ndoshta të ndryshon përgjithmonë.
Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.